mundësinë për të shfaqur në publik pa turp. The ability to appear in public without shame, si një aspekt i domosdoshëm i barazisë me qytetarëve. Pikërisht në këtë drejtim, mbajtja e javës së krenarisë është një traditë kuptimplote e me rëndësi për Kosovën. Me shumë kënaqësi ju drejtohem sot në hapjen e edicionit të 9 të javës së krenarisë në Kosovë, e cila po mbahet në titullin Asnjë hap mbrapa. Të rëndësishme janë ngjarjet së javës së krenarisë në betejën për liri dhe të drejtat të barabarta, pavarësisht orientimit seksual apo identitetit seksual. Prania e të gjithë juve këtu dhe mbajtja e javës së krenarisë për të 9-ën herë në Kosovë dëshmon gjallërinë dhe aktivizmin e komunitetit. Mirë po, për fat të keq, përvojat dhëmshme nuk janë të panjohura për disa pjesëtarë të komunitetit LGBTQI+, edhe sot, edhe në Kosovë, sikurse në vende të tjera. Ndjenjat e turpit dhe të veturrëtjes, mospranimi nga familja dhe diskriminimi në shoqëri janë dukuri të cilat të gjithë ne që besojmë fort në liri dhe në barazi duhet t'i luftojmë së bashku. Gjithashtu në udhëheqjen e zyrës së kryeministrit funksionon grupi këshillues dhe koordinues për të drejtat e komunitetit LGBTQI+ në Kosovë, një mekanizëm kyç për promovimin e të drejtave të njeriut dhe parandalimin e diskriminimit. Nobelisti në shkencët ekonomike Amartya Sen shkruan për, po e citoj, mundësinë për të shfaqur në publik pa turp. The ability to appear in public without shame, si një aspekt i domosdoshëm i barazisë me qytetarëve. Pikërisht në këtë drejtim, mbajtja e javës së krenarisë është një traditë kuptimplote e me rëndësi për Kosovën. Kjo javë dhe të gjitha ngjarjet që do zhvillohen si pjesë të saj, e mbështesin fuqishëm parimin që secili prej nesh ka të drejtë të shfaqet në publik ashtu siç është, pa turp, pa siklet dhe pa poshtrim.